Të dashurit e mi, një prej smundjeve shumë të mëdhaja dhe për çdo ditë po avancohet në shoqërinë tonë është kokfortësia, mos kërkimi i faljes dhe këmbgulësia, edhe nëse e di që jam në të pavërtetën, mirë po nuk e ndroj qëndrimin, nuk e ndroj fjallën dhe kurse si nuk ju gjunjezona askujt. Ky është gabim i madh. Allahu Dhul Gjelal na thot në kaptinën Ali Imran: "Walladhina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum", tregon një atyve që gabojnë. Na jemi njerëz dhe gabojnë, kanë bën ndonjë veprim të pahijshëm, apo i kanë bën zullum vetës apo dikujt tjetër, le të kërkojnë falje. Dhakarullaha fastaghfiru, le ta përmenin Zotin dhe le të kërkojnë falje për gjunahet e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush pos tjetër është pranuesi i pendimit dhe falës përveç Allahut Dhul Gjelal, po na jep një sihareq kur t'i kërkojmë, kur të mësohemi mi kërku falje Zotit, t'ju kërkojmë falje edhe njerëzve, sepse aty shihet dhe nxjerrët në pa shpirtbarësia dhe madhështia e njeriut. Të dashurit e mi, mos kërkimi i faljes është shenje mendje madhësisë. Mendje mëdhejt nuk tërhiqen, ata mbesin stoik. Profeti thejke, nuk do të hynë në xhennet, nuk ka për të hynë në xhennet ai që në zemrën e tij ka sa grimca e mendje madhësisë. Sa grimca e diçkafit ka mendje madhësi në zemër, nuk do të hynë në xhennet. Për këtë, kokfortësia, arsyetimi i gabimeve, justifikimi dhe refuzimi për të penduar janë pjesë përbërëse e mëkatit, janë pjesë përbërëse e gjunahut. Profeti Muhammed a.s. thoshte: "Unë jam njeriu më i butë dhe më i gatshëm për të falur." Tha, më i miri prej jush është ai i cili fillon i pari me selam, i pari fillon me kërkim falje, i pari e inicon. Në esencë kjo tregon, më i miri prej juve është ai i pari i cili fillon me hap gojen, me kërku falje, më të ardhë, më të vizitu dhe me shprehen atë që e ndin, kam gabu, më fal. Kokfortësia po prish familje, kokfortësia po prish shoqëri, kokfortësia po prish edhe miqësi. Sa familje ndarë, sa familje ndarë, vetëm pse dikush nuk dashti me thonë, më falë se gabova. Sa shoqëria janë prishur, sepse dikush nguli këmbë në gabim dhe nuk u tërheq. Sa vëllezërit janë armiqsu për diçka të vogël, e cila zgjidhja ishte me një fjalë të gjuhës, gabova. Allahu thajke, wasulhu khairun, pajtimi është më i miri, kërkim falja është më e mira. Shembulli Hazreti Ebu Bekrit, kur dolën disa shpifje për nanën e muslimanëve për Hazreti Aishën, njani shumë i fryri kësaj çështje. Dhe Hazreti Ebu Bekri e mor një vendim dhe u betu, tha, kur ma nuk do t'i flas dhe kur ma nuk do t'i ndihmaj, në asnjë formë nuk do t'i ndihmaj. E Allahu Dhul Gjelal zbriti ajet kuranor Muhammed Mustafas dhe për këtë çështje dhe tha, wal ya'fu wal yasfahu, le të falin dhe mos t'i marrin për të keq ata njerëz që i kanë bërë disa veprime të liga. E la tuhibbuna e yaghfirullahu lakum, a nuk po dëshironi që me marrën faljen, mëshirën, rahmetin e të madhit Allah?
Hazreti Ebu Bekri u ngrit në këmbë dhe tha unë jam i pari, a i cili e du faljen e Zotit dhe mëshirën e Zotit, hjeki dorë dhe nga ky vendim i imi, unë do ta fali këtë njeri. Ky është besimtari, nuk rrinë i natë, nuk jeton në hakmarrje, e shkel egon dhe ndreq qëllimin e vetë. E dashurit e mi, mungesa e kërkimit të faljes, njëjtën ku është edhe munges e edukatës së mirëfillt dhe munges që është në zemrën e tij frikë respektin ndaj Zotit Dhul Xhelal. Thaj profeti Muhammed, të gjithë bitë Ademit gabojnë, më i miri nga gabimtarët është ai i cili pendohet, kërkon falje. Nuk është gabim me gabu, gabima me vazhdu në gabime. Ku të ndalet, stopohet e liga, është e mjaftueshme. Dhe krejt në fund, ulemaja na porosisin dhe na thojnë, kush në kërkon falje, zemra ti ngurtësohet, e kur zemra ngurtësohet, ajo e humb udhëzimin. E humb udhëzimin. Kërkim falja është jetë për zemrën. Nëse zemra nuk pendohet, nuk kërkon falje, ajo zemra vdes. Nuk ka besimtar që pendohet sinqerisht, vetëm se Allahu e ndërton, e nderon dhe e ngrit dhe e forcon. Ai i cili fal, ai i cili kërkon falje, Allahu e ngrit, Allahu e pasunon dhe të njëjtën kohë Allahu Dhul Xhelal e nderon. Kërkimi i faljes është çelësi i aftësisë dhe i afërsisë me Allahun dhe ura e pajtimit ndërmjet njerëzve. Njeriu që kërkon falje, Allahu këtë njeri kur nuk e turpënon. Që kërkon falje, më fal, i shakon gabim, Allahu këtë njeri kur nuk e turpënon. Kërkimi i faljes e bën njeriun më të urtë, ndërsa kokëfërsia e bën njeriun më të olt. Ai i cili ka kokëfërsi është i olt në shtresat intelektuale, njerëzore, familjare. Kurse ai i cili kërkon falje, ai gjithmonë është i butë dhe krejt në fund nuk ka turp në islam, thush gabova. Turpi i vërtet është të ngullësh këmbët në gabim. Ky është turpi, do thot i vërtet. Allahu na bëv nga ata njerëz që kërkojmë falje e nuk e prishmi unitetin. Allahu na bëv nga ata njerëz që në moment që e kuptojmë se kam gabu, me njëherë me vrapu dhe me i kërku falje. Mas pari Zotit e pastaj edhe njerëzve. Me kërkim falje, Zotin në nderon, në ngrit, në forcon dhe në rrit autoritetin në mas dhe në shoqëri. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah.